Unë shikoj këtë thellimin e ndekut mes elitave dhe popullit dhe dalje në dritë të një hipokrizie të këtyre elitave. E shikojmë edhe në vendin tonë, që vinë ndërkombëtarë dhe na japin leksione morali apo leksione demokracie. Dhe duhet thënë që të paktën populli opozitar në Shqipëri ka pasur një zgjim ose një shkundje nga ky besim i verbër që ka ekzistuar këtu ndaj kujdo që fliste anglisht dhe na jepte këto leksione. Dhe unë shpresoj që të jetë një ndërgjegjësim në madh në zgjedhjen e elitave më përfaqësuese. Në 2016 e pam me presidentin Trump, i cili edhe pse ishte një miliarder nga New Yorku, një nga shtetet më liberale më të majta të Amerikës, rezonoi me pjesën më të madhe të popullsisë, me shumicën e amerikanëve. Jo çdo gjë që shkëlqen është arë, dhe jo çdo kush që ka retorikën maksimale, siç e kanë shpesh të majtët që shquhen për këtë retorikën edhe për fjalët e bukura, por pa thelbin, pa substancën, jo çdo kush me këtë retorikë ose me këtë përshkrim bën për të zgjedhur si përfaqësues. Dhe unë shpresoj që ne të shkojmë drejt zgjedhjes së përfaqësuesve në Shqipëri, në Europë, në Shtetet e Bashkuara apo të doni, që të jenë më përfaqësues.